A ka momente kur rolet bin kundërshtim me besimin ton edhe ti thus peloq to nuk po e marr se Ka tash që kundërshtim me besimin tan janë dy paralele. E para kur keme qysh po trajton ato që bën kundërshtim. Për shembull, nëse personazhi yt është alkoolist. Për shembull, kjo është kundërshtim me besimin. Okej. Që ti nuk e kishe lujt? Jo, e kisha lujt alkoolistin, sepse nëse e qes të keqen alkoolit. E prezentoj të keqen alkoolit. E këshyr për një këndvështrim. Që kjo është ideja, domethënë ka dy lloj kur bën kundërshtim me besimin si parem. Domethënë bën edhe çaja po e prezanton si vlerë ose antivlerë. Po e jep një shembull të vlerës ose të antivlerës personazhi, me çfarë veprim? Që kjo definon a e kisha lujtë se jo. Okej, shumë e qartë. Po, çka paraqet? Çka paraqet? Që për shembull, një personazh pak më popullor besoj për njerëzit, kjo që Nina unë besoj në popull është Hamdia. Domethënë realisht, nëse është ke serialin ton, na nuk bim shembuj për mundjek. Po. Realisht pasqyrojmë shembuj të gabum, jo shembuj për mundjek. Edhe nuk duhesh me kon shumë inteligjent me e kuptu këto. Është bukur mirë e prezentuar atë, edhe bukur e hapën që çta nuk janë shembuj të mirë. Na ironizojna me shembuj të gabum. Që me u reflektue kundërta. Me reflektue kundërta. Domethënë bile deri në ekzagjerim për me kanë të qartë çka. E qartë. Domethënë nëse merr cilën personazh, se sitcomi e ka më të ilustruar personazhet. Nuk janë shumë reale, po egzagerohen. Për më rënë pa ato që po flasim. Mesazhi mu marr. Për më marr vesh mesazhi ose për më shku në pjesa edhe e komedisë, po edhe e mesazhit bashkërisht tek masat. Nëse i sheh mirë dhe i vren mirë, apo domon personazhi kryesor është politikan, është i korruptuar, është ndonë që qesim korrupsionin si diçka të mirë. Po si fakt që po ndodh, edhe si normalizim i shoqërisë tonë. Kushdo që e sheh thash, nuk vjen me kon. Nuk po them kushdo që e sheh që ka një mendje të hollë. Jo, mjafton kushdo që e sheh kupton që ne nuk ofrojmë, ne nuk thojmë shfaqvanit mirë, edhe sa mirë që e kena që korrupsion që e bën vlerën të na, po e bim të kundërtën. Që kjo është e para, edhe e dyta është ajo që e bëhet e kundërta. Domethënë po them kushtimisht ka që në teatr është bile ma e theksuar kjo, ku mund me pas promovim të antivlera në bindjet e mia, që ata i konsiderojnë vlera. Domethënë që padyshim. Po ai që po flasim për këto rrymat bashkëkohore që kam unë më orë më shumë, që unë kam vështim totalisht kundër për zëm raport me to. Qof me këto rrymat LGBT ose çfarë do qof, që vinë, që kanë pas një shtrije temat e tilla, janë kanë tash. Përfshinë domethënë edhe aty. Janë kanë shumë sepse kanë çështje fonde me fol realisht drejta. Domthonë janë suportuar shumë për shkak të fondeve, tash jo. Tash besoj që ka ndruar qeveria Trumpit atje, i kanë ardhur në fonde dhe kanë një pas sa kanë pas sinqert. Çata. Këtë kauz, au kanë veç për me veç çështje fondeve, që unë besoj që është çka e dyta. Po, normal që ato nuk realisht nuk pas as oferta sepse prezantimi jam i bindjeve, unë mendoj që bindjet bëhet të mos të artistat. Është diçka që shumë interesant, për shembull, ka një ide që për shembull artistat duhet të përzihen politik. S'duhet të përzihen politik. Është një ide që unë mendoj që nuk është e vërtetë. Okej. Domethënë, po nëse flasim parti politike, mund me kom më diskutueshme kjo mëbet. Nuk po flas kështu. Po politikën e më ka folin ti me pas një kandvështrim politik, me pas një kauz. Realisht arti peçi ka hub kauzat, ka hub elementin e vet, u bë shumë më komercial se sa që ka qenë substancial. Arti është ka pas vazhdimisht, artistët e mëdhenj vazhdimisht kanë pas kauzat e tyre. Kështu që artisti ka një obligim moral me pas kauz, të vetën, edhe me prezantu dhe me promovu që të kauz. Në mënd që saj, unë e kom shpërfaqe dhe shpërfaqe besimin tem, se mënaj që është pjesë e kauzës tem si artist edhe si besimtar. Në të dy rastet, për mu prezentu e pjesë, nuk jam i kësa ide që s'du të me konë, sepse artistët mëdhenj nuk janë qështu, nuk janë konë historikisht qështu që. Dhe me thonë edhe nëse vrejmë të antika, atu ku bërën arti dramatik, drama lindë dhe lindë teatri masaj, edhe të Shakespeare dhe kudo, kanë elementet e kauzave të tyne politike që i kanë përfatsu për mes vepra të tyne skenike.